Kadizeka ka pas kontakte me Jusuf Gërvallën, edhe thash, u afër shumë afër punë, edhe Jusufin u vendosëm, Jusuf kishte qef gjithçysh me konë në atë bashkim. Atëherë erdhën Kadizeka dhe Bardhësh Gërvalla. Atëherë 33 net ne jetëm bisedum. Pas demonstratave të vitit 1981, Zotërin Vosella, ka pasur përpjekje për bashkim të organizatave të fsheta. Ju keni shkruar se keni pasur takime për këtë proces. Me kënd keni bisedu për mu bashku organizatat? Në kena pas kontakte me Kadizekën. Kadizeka ka pas kontakte me Jusuf Gërvallën, edhe thash, u afër shumë afër punë, edhe Jusufin u vendosëm, Jusuf kishte qef gjithçysh me konë në atë bashkim. Mu bashkue me ardhë Jusuf Gërvalla në Sambol, po nuk ish bilje, nuk ish pasaport për me udhëtu jashtë Gjermanisë. Atëherë erdhën Kadizeka dhe Bardhësh Gërvalla. Kjo ngjarje ndodh në tetor të 1981-s. Ajo mund më kumë me vërtet, dhe se tash aty kom harru. Atëherë 33 net ne jetëm bisedum. Ku takut? Se kontaktin e kishim me Jusufin me telefon. Ishëm, aty në nëzum një hotel, aty në deri, aty në përcjellje Sabri Kosova është ende gjallë, ky ishte aktivist i organizatës, se i formu ndegën edhe në Sambol, edhe në Adapazar, kishim aktivista edhe në Izmir. Atëherë... Pra, në Adapazar e rezervut një hotel? Jo, Stambol. Në Stambol? Stambol. Deri në Stambol dhe Sabri Kosova bashkë me ne. Kadizeka shprehu dëshirën, më spekon kur veç në tret. Nuk ishte në rregull, po ja plotësova dëshirën. Ata në 33 net, ne jetëm bisedum. Po ata ishte për me formu organizatën, se ata kishin organizata marksiste-leniniste e Kosovës. Une në me kam gulli në mënyrë të prem. Organizata revolucionare për bashkimin e shqiptarëve. Pas që në përmarsimin e leninizëm si më ka luftojmë, faktikisht qëndrimet ishtë të preme. Kadizeka me këta shokë që ka sot halaja në për të me Albinin janë. Si e ka emrin kë deputeti? Hidayet Hyseni. Hidayet Hyseni, e këta komplet ishin, se këta luftojshin për marksizm leninizmin e Verhoxhës, kurse ne luftojshin për shërimin dhe bashkimin e territorëve shqiptare në shtetë.